Përshëndetje, do t'jeni me edicionin më të ri të lajmeve 21 minuta. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Kaja Kallas ka thënë se proceset e shpeshta zgjedhore kanë ndikuar në shtyerjen e një rundi të ri të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në nivel liderësh. Ajo tha se kishte pajtueshmëri nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić për takim, por se tash në Kosovë po afron një cikël i ri zgjedhjesh, çka sipas saj shtyn procesin. Ministri i Jashtëm Leu Konjufca ka deklaruar se Kosova kërkon trajtim të barabartë dhe të drejtë nga Bashkimi Evropian, duke theksuar se vendi është i gatshëm të ecë përpara brenda një procesi meritokratik. Ne në fakt kishim planifikuar dialogun Beograd-Prishtinë në nivel të lartë politik. Kisha marrë pajtimin nga të dy liderët, si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia, por tani në Kosovë po afrohen sërish zgjedhjet, gjë që natyrisht e shtyen këtë proces. Por unë po punoj ndaras me të dy me qëllim që të ecim në zbatimin e marrëveshjeve që tashmë janë në fuqi. Do të diskutojmë bashkëpunimin lidhur me përballjen ndaj kërcënimeve hibride të cilat janë të pranishme edhe në Ballkanin Perëndimor. Kemi pasur përvoja dhe praktikat mira nga Moldavia. Tani po punojmë edhe me Armenin. Edhe vendet e Ballkanit Perëndimor po kërkojnë të njëjtën gjë, pasi edhe ato po i shohin sulmet kundër demokracive të tyre. Po diskutojmë gjithashtu për sigurinë dhe mbrojtjen, veçanërisht për partneritetin në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes me Malin e Zi, për shembull. Ajo që ne presim prej tyre është gjithashtu harmonizimi me politikën tonë të jashtme dhe të sigurisë, si dhe reformat që duhet t'i zbatojnë. Kosova është përkushtuar fuqishëm për të ardhmen evropiane të Ballkanit Perëndimor. Ne po zbatojmë reformat. Jemi në përputhje të plot me politikat e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian dhe po kontribuojmë për stabilitetin në rajon. Por ajo që aktualisht po e minon arkitekturën e sigurisë së Ballkanit Perëndimor dhe gjithë Evropës është ndikimi malin i Rusisë në rajonin tonë, dhe prandaj mendoj se një bashkim evropian i zgjeruar dhe i bashkuar duhet të shihet gjithmonë nga një perspektivë strategjike. Sa i përket dialogut me Serbinë, Kosova gjithmonë ka qenë dhe do të jetë angazhuar në mënyrë konstruktive në dialog, por dialogu duhet të përfundojë me njëjtë të ndërcjell. Gjithashtu ne duam të kemi një trajtim të barabartë dhe të drejtë nga Bashkimi Evropian. Si Kosovë jemi gati të lëvizim dhe të avancojmë brenda këtij kuadri të procesit të bazuar në merita. Në të njëjtën kohë, ajo që mendojmë është se çfarë do të thotë në të vërtetë ky proces i bazuar në merita. Është që Kosova të ketë statusin e vendit kandidat dhe të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Le të fillojmë duke pasur pyetësorin. Ky është hapi i parë. Pres me shumë optimizëm rezultate konkrete. Vetëm edhe 2 ditë afat kanë mbetur për subjektet politike për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet, me të cilët do të garojnë në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 7 qershor 2026. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi ka thënë se afati 11 ditor për subjektet politike do të përfundojë të martën në mesnatë. Më 12 maj në orën 24 përmbyllet afati 11 ditor për subjektet politike për të dorëzuar listën me emrat e kandidatëve për deputet, për të cilët do thotë kërkojnë certifikim për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit. Dorëzimi i listës me emrat e kandidatëve për deputet duhet të bëhet përmes platformës elektronike të KSZ-s dhe procedura është e ngjashme me zgjedhjet e fundit të cilat u mbajtën në dhjetor të vitit të kaluar. Sipas Elezit, numri i përgjithshëm i subjekteve të mundshme politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 7 qershorit është 27, prej të cilave 22 parti politike, 3 koalicione, 1 nismë qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. KQZ është duke i përmbyllur gradualisht afatet zgjedhore të cilat ndërlidhen me subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës, pas përfundimit të periudhës për njoftimin e pjesëmarrjes në zgjedhje dhe formimin e koalicioneve nga partitë politike, si dhe aplikimin për certifikim nga subjektet e reja politike, tani jemi në fazën e shqyrtimit të aplikimit të subjekteve të reja politike dhe dorëzimit të listave të kandidatëve për deputet. Pas përmbylljes së këtyre çështjeve, KQZ gjatë kësaj jave do të organizojë tërheqjen e shortit për renditje subjekteve politike në fletvotimin e zgjedhjeve të 7 qershorit. Ndërkohë në zgjedhjet e fundit parlamentare, ato të 28 dhjetorit, Komisioni Qendror Zgjedhor certifikoi 1180 kandidat për deputet,
që përfaqësonin 24 subjekte politike, prej të cilave 18 parti politike, 3 koalicione, 2 nisma qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Ish ambasadori Avni Arifi në një bisedë për radio televizionin 21 tha se përplasje mes Osmanit dhe Kurtit vetëm se ka nisur dhe se akuzat ndërmjet njëri tjetrit janë vetëm fillimi, siç tha, një betejë të ashpër politike që pret Kosovën ditëve në vijim. Deklarata e Arifit pasoi tubimin e së dielës së LDK-s ku Osmani ndër tjerash akuzoi Kurtin si shkaktar i krizës politike dhe si refuzues i vullnetit të qytetarëve. Zotri Arifi ndonë se fushata zyrtare shtetë nuk ka nisur, për ne përshohim një para fushat temi, patëm një tubim të Osmanit, ku sulmoj ashpër zotrin Kurti. Si po e shini ju këtë përplasje mos tem të re? Por që, në periudhën e fundit, si që thanë edhe zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa filloi me u sjellë si presidente, dhe kej kushtoi me mos kandidim për president dhe prishin e kumaris me Kurtin. Tash është një situatë krejt tjetër dhe shihet qartë se Vjosa po don me e përball Albinin me këtë qeverishin dhe domet e mëdha që ja ka bë Kosovës. Një prej tyre përmendi edhe idenë e çmendur të tij që të kërkoj qira për të bën still Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përderisa ushtarët amerikanë edhe në këtë moment kur po jap këtë intervistë, ushtarët amerikanë janë të ruë kufimin e Kosovës krejt gratis. Sa është e rrezikshme kjo ide në përgjithësi? Këtë mendësia e Kurtit është rrezikshme për të ardhmen e Kosovës. Ne kemi pas lider më të fortë, më të dobët, më të mirë, po të gjithë liderët përpara një gjë e kanë pas shumë të qartë, partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe orientimin e fuqishëm euro-atlantik. Në këto vitet e fundit ne kemi pas një rrshitje. Kemi përjetu sankcionet Bashkimit Evropian që është shumë çuditshme, kemi përjetu përjashtimin nga Defender për një vit, pastaj kemi përjetu lloj kritikash dhe parazimit të fajësisë sonë në procesin e dialogut, përderisa deri në ardhen e Kurtit fajësia gjithmonë është drejtuar nga Beogradi. A është pak vonë që Osmani t'i kthejë tash apo do të ketë sukses në këtë kundërshtim ndaj Kurtit? I takon elektoratit Lidhjes Demokratike, strukturave të Lidhjes Demokratike ta vlerësojnë domin që ja u ka bërë para në vitin 2021. Se ne po flasim për një dëm që kushton prej 100.000 votash. Tash a do të rikthehen ato, a do të fuqizohet Lidhja Demokratike? Kjo është një çështje ekskluzivisht e elektoratit Lidhjes Demokratike dhe strukturave të saj që ta shohin. Ne pam një entuziazëm shumë të madh tek Lumiri, por nuk mund me thonë se ky entuziazëm është edhe tek zyrtarët tjerë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mbetet shihet, mbetet forma e fushatës, organizimi i saj. Megjithatë, duhet me thonë se ne kemi një popullist, Kosova është viktime një populisti. Edhe popujt që kanë traditë demokratike, qindra vjeçare, din me konë viktimat në populisti. Dhe ne jem tash vetë 6 vjetë, ma shumë se 6 vjetë. Mirë po, nuk besoj që populizmi me populizëm zavendësohet. Dhe me thonë, Kosova duhet kthehet në agendën e vetë, agendën e integrimit euroatlantike, në agendën e krijimit të një shteti modern, ku fitojnë programet, ku fitojnë projektet, ku liderët zgjidhen me projektet dhe ofertat ekonomike, politike, zhvillimore që i kanë, e jo me fyrje, shamje dhe krijimin e aradhave që shajnë e fyjnë për Facebook dhe me vol luftën se cili po shanë ma shumë në faqet e Facebookut. Ministria e Bujqësisë ka identifikuar raste kur produkte të qumshtit të shitura në treg nuk e pasqyrojnë sakt përbërjen e tyre, mes dyshimeve për përdorim të qumshtit pluhur dhe vaj të palmës si zëvendësues qumshtit të freskët dhe yndyrave shtazore. Lidhur me këto dyshime, Ministri i Bujqësisë Armen Muja ka marrë vendim për pezullimin e përdorimit të vaj të palmës dhe qumshtit pluhur në Kosovë pas protestës së një dite më parë të prodhuesve të qumshtit. Në këtë temë, kolegja Antigona Buqani zhvilloi një bisedë me ushtruesin e detyrës së kryeinspektorit në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës Erol Shehun. Ministria e Bujqësisë ka ndalur qumshtin pluhur dhe atë të palmës. Pse erdhi deri te kjo ndalesë? Aktualisht Ministria e Bujqësisë ka prur një vendim për kontrollin, autorizimin, përdorimin e qumshtit pluhur dhe vajit e palmës dhe përbërësve të tjerë zëvendësues në produkte imitative. Cilat masa?
Cilat masa keni ndërmarrë aktualisht për këtë çështje? Domethënë janë hapat e parë të vendimi për zbatim me siguri do të ketë edhe akte të tjera në ligjore që përcaktojnë sakt, po ideja e vendimit është që operatorët aktual që procesojnë ose përpunojnë qumshtin e kanë licencën aktuale vetëm për përpunim qumshtit dhe jo të përbërësve tjerë zëvendësues me qëllim zëvendësimin e qumshtit, domethënë. Si e pritën fermerët këtë vendim? Me siguri për fermerët kjo do të jetë e mirëseardhur, pasi nënkupton që fabrikat aktuale të përdoren vetëm qumshtin e freskët ose qumshtin nga ferma, duke i siguruar kushtet e sigurisë ushqimore. Po prodhuesit e përpunimit të qumshtit si e pritën? Aktualisht prodhuesit dhe përpunuesit e qumshtit, ato në terminologji profesionale thirrën fabrikat përpunimit qumshtit dhe kanë licencën aktuale vetëm për përdorim të qumshtit. Domethënë qumshtit nga ferma që vjen ashtu natyrale që është, domethënë pa përbërës të tjerë të shtuar me qëllim të zëvendësimit të yndyrnave apo diçka tjetër, domethënë. Ose përdorimi i qumshtit pluhur, nënkupton që këto fabrikat nuk munden me përdorë edhe qumshtin pluhur edhe qumshtin e freskët. Po gjithsesi nuk do me thonë që kjo e ndalon përdorimin, po vendimi është për kontrollin, autorizimin, përdorimin e qumshtit pluhur dhe vajit të palmës dhe përbërësve tjerë. Do ka për qëllim të siguroj garancione për informatat konsumatorit në tjenë sa më të sakta. Kjo është qëllim. Janë fajsuar fermerët e Kosovës se kanë tendencë që përbërjen yndyrore dhe shtazore ta zaventojnë me yndyrën bimore, vaj palme dhe qumsht pluhur. Sa është e rrezikshme kjo për ne? Aktualisht besoj vendimi në momentin e nënshkrimit do të distribuohet dhe do të jetë çastshme edhe për media edhe për farmerë dhe të gjithë. Dhe është se saktësuar aty e kundërta e asaj çka po deklaroni ju. Do të thonë, sipas këtij vendimit, unë si inspektorat nënkuptoj që fabrikat aktuale përdorin vetëm qumshtin e freskët dhe jo zëvendësues tjerë si qumsht pluhur si ato tjera. Kjo nënkupton që me siguri me akte tjera në ligjore do të licencohen ato fabrikat të cilat përdorin qumshtin pluhur apo vajin e palmës apo diçka tjetër, domethënë nuk është brenga që tentojmë të heqim qumshtin e freskët. Interesi une e shoh si vendimi ka për qëllim farmerëve t'i ofrojë mundësi aktualisht në kapacitetet aktuale të përpunohet i gjithë qumshti i prodhuar nga farmerët tanë. Dhomat e specializuara të Kosovës kanë reaguar ndaj interpretimeve të bëra për raportin e Komitetit të Drejtave të Njeriut të dhomës avokatëve të Anglisë dhe Walesit, duke i cilësuar ato si të pasakta dhe në kundërshtim me përmbajtjen reale të dokumentit. Në një reagim të publikuar sot në faqen zyrtare, thuhet se në raport nuk është konstatuar se ndonjë prej vendimeve të gjykatës së dhomave të specializuara ka shkelur të drejtat e njeriut të akuzuarve. Po ashtu raporti nuk arrin në përfundimin se jurisprudenca e dhomave të specializuara shkel apo bie ndesh me jurisprudencën e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Në raportin e Komitetit të Drejtave të Njeriut të dhomës së avokatëve të Anglisë dhe Walesit, gjithashtu nuk konstatohet asnjë shkelje e konventave të drejtave të njeriut në vendimet në lidhje me paraburgimin. Para më shumë se një javë, avokati i popullit Naim Qelaj ka prezantuar raportin preliminar të organizatës Komitetit të Drejtave të Njeriut të dhomave të avokatëve të Anglisë dhe Walesit, lidhur me funksionimin e dhomave të specializuara në Hag. Sipas Qelaj, ky raport ka konstatuar shqetësime serioze. Qelaj ka thënë se mes tjerash dokumenti konstaton se mandati i speciales ka pasur devijim nga qëllimi fillestar. Raporti është hartuar nga Komiteti i të Drejtave të Njeriut të dhomës së avokatëve të Anglisë dhe Walesit me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, ku janë angazhuar ekspert britanik me kërkesën e institucionit të avokatit të popullit pas shqetësimeve për mosrespektim të standardeve për të drejtat e njeriut. Në reagimin e publikuar, thuhet se dhomat e specializuara të Kosovës janë institucion gjyqësor i pavarur dhe sipas tyre
as avokati i popullit i Kosovës, as Komiteti të Drejtave të Njeriut i Dhomës së Avokatëve të Anglisë dhe Walesit nuk e kanë të drejtën e paraqitjes së parashtrimeve në dhomat e specializuara. Dhomat e specializuara tutje vlerësojnë se disa interpretime të raportit të Komitetit të Drejtave të Njeriut të Dhomës së Avokatëve të Anglisë dhe Walesit, të bëra nga avokati i popullit i Kosovës, janë në mospërputhje me raportin, nuk pasqyrojnë sakt përmbajtjen dhe përfundimet e raportit dhe rrjedhimisht krijojnë një imazh të rrem të dhomave të specializuara. Gjithashtu thuhet se është vërejtur se një numër aspektesh të ngritura nga avokati i popullit i Kosovës, të diskutuara në raportin e Komitetit të Drejtave të Njeriut të Dhomës së Avokatëve të Anglisë dhe Walesit, janë kryesisht përsëritje e argumenteve të paraqitura nga mbrojtja para gjykatës së dhomave të specializuara. Nga ana tjetër, sipas tyre, raporti nuk pasqyron në mënyrë të njëjtë argumentet gjetse të paraqitura nga prokuroria apo nga mbrojtja e viktimave. Veçanti në raportin e Komitetit të Drejtave të Njeriut të Dhomës së Avokatëve të Anglisë dhe Walesit, pranohet se të akuzuarit në dhomat e specializuara ka në dispozicion mjete juridike dhe se një numër aspektesh janë aktualisht objekt i kontestimeve juridike dhe mund të rishikohen në apel. Që nga viti 2016, objekti i ri i klinikës emergjente pranë qendrës klinike universitare të Kosovës ka mbetur vetëm në fazën e tullave, pa u bërë investime të mëtejshme. Hapësira e cila prej vitesh është shfrytzuar si parking veturash dhe depo mbeturinash, pritet që më në fund të aktivizohet për ndërtim. Ministri në detyrë i shëndetësisë Arben Vitia ka deklaruar se punimet për këtë projekt do të nisin së shpejti. Sipas tij, brenda 30 ditësh, Kosova do të ketë klinikë emergjente moderne me të gjitha shërbimet e nevojshme. Për secilin projekt infrastrukturor është caktimi i mbikëqyrësve, caktimi i disa procedurave të tjera që janë si të domosdoshme, jo të nevojshme, po të domosdoshme si procedura para se me fillu puna fizike në teren. Unë pres që këto do të përfundojnë jashtëzakonisht shpejt dhe pres që çështje javësh që do të filloj edhe do të mbaroj ashtu siç kemi thënë për 30 muaj. Qendra klinike universitare do ta ketë qendrën klinikën emergjente jashtëzakonisht moderne me të gjitha shërbimet emergjente aty brenda. Për nevojën e hapësirave të reja për shërbimet emergjente ka folur edhe drejtori i klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Naser Syla. Sipas tij, vetëm gjatë vitit të kaluar, mbi 100.000 pacient kanë marrë trajtim në këtë klinikë, e cila funksionon në një hapësirë prej vetëm 530 metra shkatror. Domthon, janë ndruar sa qeverie, sa ministra të Ministrisë së Shëndetësisë edhe këto, edhe një qendër emergjente ndashtruj e moderuar, ndashtruj që i plotëson kushtet edhe kriteret për një trajtim të numrit kaq të madh pacientëve deri që tash i ka munguar. Qendra emergjente që shosh tash funksionon veç në 503 metra katror. Në çdo 503 metra katror, veç vitin e kaluar janë trajtuar 103.870 pacientë. Kurse veç në 3 mujorin e parë, këtij viti janë trajtuar 28.021 pacientë. Specialisti i mjekësisë emergjente Syla ka deklaruar se hapësirat e reja të emergjencës pranë QKUK-s do të plotësojnë kushtet për trajtimin emergjent të çdo pacienti. Është e pajisme, e furnizume edhe e dizajnume në atë mënyrë që të plotësoj gjitha kriteret edhe nevojat për trajtimin emergjent çdo pacienti, si me salla, si me aparaturë, si me gjitha ato. Kryetari i Shoqatës për të drejtat e pacientëve në Kosovë, Besim Kodra, konsideron se ndërtimi i klinikës së re emergjente është nevojë urgjente dhe projekti i cili po zvarritet prej vitesh duhet të përfundojë sa më shpejt në mënyrë që pacientët të kenë qasje në shërbime më cilësore dhe më të sigurta. Gjendja në cilën funksionon emergjenca aktualisht është jashtë çdo standardi për shkak se ka një fluks shumë të madh të pacientëve
pacientëve, në anën tjetër kapaciteti, hapësira dhe resurseve humane që punojnë aty janë jashtëzakonisht kufizuar. Ne kemi nevojë për një klinikë emergjente, që kemi thënë edhe më herët, edhe kjo duhet më bë sa më shpejt. Objekti që ka nisë shumë herët e që po zvarritet edhe aktualisht, mendoj se do duhet zgjidhej sa më shpejt në mënyrë që të jetë funksional dhe pacientët mund të qasen atij objekti. Objekti i ri i emergjencës në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka nisur në vitin 2016 me një kosto prej 8 milion eurosh. Nderuar shikues, këtu e përfundojmë këtë edicion lajmesh. Ju falenderojmë për vëmendje dhe mirupafshim.